emision mundësohet nga ISP Broadcast. Mi mbrëma, kudo që në ndjeqin të ndëruar shikues, tashmë është të qartë, krejtësisht të qartë, kush do të jetë garues në zgjedhjet e jashtëzakonshme 28 nëntorit nga partitë politike kosovare. Afati përfundoi dhe deri vonë mësnatë dhe lëvizja vetëvendosje Partia e Zotit Kurti bëri publik listën e saj me 110 emrat për deputet. Në mësnatë, realisht teksa parti tjera, PDK, LDK, AK, e nisma bën publike këtë listë orë më përpara se vetëvendosja, duke shmangur çdo orvatje, edhe më të fundit, çdo lobim, edhe më të fundit që është legjitim i garës, i betejës se kush mund bëhet deputet, ku të rënditet në listë për deputet, e tjera. Këto zgjedhje në dritën e një retorike mbase të ashpër politike, në dritën e një pritje, mbase edhe skeptike, nëse do të mund të ketë vendi shpejt institucione, pasi përfundojnë këto zgjedhje. Kanë këtuar analistin Afrim Kasolli. Kasolli, faleminderit për kohën. Kënaqësirit për këtë bashkëbisedim. Gjithçka përfundoi, e dim tashme kush është garues. Gjitha partitë politike kosovare, ato që kanë garuar me koalicione e pa koalicione. Dihet kush është dheqja parë, dheqja dytë, dheqja 3 deri te numri 110. Këto zgjedhje nuk janë karakterizuar me gjas shumë për një betejë të madhe, për një tension të madh. Kush do të jetë në dheqjen e parë, në dheqjen e dytë, të tretë, pasi ka pasur, por së paku në publik nuk është në shikimin e parë nuk është drejtur. Në vlerësimin tuaj, si të duken këto lista? Çka përfaqësojnë këto nëse vlerësimi i parë? Po, ndëgjore, tash unë listën e vetëvendosjes pak më pak pata mundësi ta analizoj, të subjekteve tjera politike të Partisë Demokratike të Kosovës, Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe atë të Aleancës, sepse i bën publike më herët para se s'ka dhënë të afati në orën 12 mesnatës, do të vrehet një përpjekje për të gjitha këto subjekte politike, do thotë për të ofruar elektoratit të Kosovës një ndryshim sa i përket si emrave, ashtu edhe mënyrës së renditjes. Arsyet pse ka ndodhur ky ndryshim i renditjes, pra po tham, në prapaskenë mund të jenë tjera, por ne që siç e cekët edhe ju në fillim të emisionit, nuk kemi parë përplasje politike, nuk kemi parë, do thotë, një rivalitete, një shtyrje të bryllave kështu në opinionin publik, me përjashtim pak me sa pashme, mendon se në mënyrë metaforike, një lloj pakënaqësie që kishte shprehur deputetja e Lidhjes Demokratike të Kosovës për shkak të ndrimit të renditjes së saj. Dhe zëvendësimin me numrin e saj me Hikmete Bajramin, që quajti se kjo është e mësuar e edukuar që pa zhurmë të fitoj numrat e tjera, që vrejë qartë, do thotë që ishte një hatërmbetje dhe një lloj mbledhje, pavarësisht ajo mund të arsyetohet se nuk ka përmendur emra dhe nuk ka qenë intenca aty, por fakti që ky publikisht u manifestu ky lloj zemrimi i heshtur apo i hapur, të quajë si dush, pas publikimit të emrave, do të tregonte një lloj shqetësimi dhe një lloj nervoze të saj në këtë drejtim. Në lista tjera nuk kemi parë, do thotë, madje tërheqje të vullnetshme nga lista të ish kryetarit të drejtanishëm të Partisë Demokratike të Kosovës, Emili Krasniqi, dhe po ashtu një lloj tërheqje të vullnetshme nga dhjetëshja e parë e ish shefit të grupit parlamentar të Partisë Demokratike të Kosovës dhe futje në listë në dhjetëshën e parë të emrave si Arber Mustafa e Besa Rama. Është me qenë se jetë PDK-ja, do doja Kasolli të nisim me dhjetëshën e lëvizjes vetëvendosje. Është Zoti Kurti, nuk ka në shorë, Glauko Njusa, Donika Gërvala, Shfarso Shtavni Dehari, Albulena Haxhiu, Hekuran Murati, Xhelal Sfeshla, Mimoza Kusari Lila, dhe Shqipe Mehmeti Selimi. Është rujtër një farë mënyre, është rujtër ajo struktura Zeta Hajdari. Po është rujtër ajo struktura, po e quaj kushtimisht jo tradicionale, por që kohën e fundit ka qenë më aktive dhe më identifikuese sa i përket jetës parlamentare të lëvizjes vetëvendosje, me Mimoza Kusarin, një shefe e grupit parlamentar, me Avni Deharin, që siç duket lëvizja vetëvendosje ka jetike ta ketë në kuvend, dhe për arsye se siç është dëshmuar se është deputeti më i vjetër në moshë dhe mbase urojmë që
pas përfundimit të këtyre zgjedhjeve të mos e përdorin për agjendat e tyre politike siç kemi parë në mandatin e kaluar, që ishte qartë, do thotë, që dështoi ai kuvend, ishte përdorur për qëllime të sabotimit të konstituimit të kuvendit. Kështu që lëvizja vetëvendosje shihet qartë që e ka pas interes jetik ta ketë Avni Deharin, edhe për këtë arsye taktike e strategjike që të jetë mbartës i seancës konstituive të kuvendit të Kosovës për shkak të moshës së tij biologjike, gjë që në një farë mënyrë kjo është gabim, por s'kemi që bëjmë tash, këto janë rregulla dhe duhet të sillemi sipas Ka disa emra të ri në këtë listë që aderuan. Analist së fundi është Viktor Buzhala dhe Blerim Gashi në partinë. Është interesant kjo që po ndodh në lëvizjen vetëvendosje, jo që kemi pasur aderime drejt për drejt në lëvizjen vetëvendosje, por lista Guxo po shërben si deriçk për rekrutimin e personave të këtill. Kjo ka ndodhur edhe me zgjedhjet e 9 shkurtit, ne kemi parë Nezir Krakin i cili ka hyrë nëpërmjet listës Guxo. E njëjta praktikë po përsëritet edhe tani, pra do thotë këta emra të sapo apostrofuar nuk hyn drejt për drejt nëpërmjet lëvizjes vetëvendosje, por nëpërmjet listës Guxo. Tash arsyetur nuk mund t'i di pse po përdoret kjo lloj strategjia, është edhe vetë personat e caktuar kanë dyshimin e lëvizjen vetëvendosje dhe nuk janë të gatshëm të identifikohen plotësisht me lëvizjen vetëvendosje, kërkojnë një variant më të zbutur të saj, të ndërmjetës që të arsyetohen para opinionit publik që megjithatë nuk është se janë antar të lëvizjes vetëvendosje, apo lëvizja vetëvendosje po e ndjek vetë këtë strategji. Këtë nuk mund ta them me siguri të plot, mirë, po është pak befasuese kjo mënyrë që nuk kemi numrin 116 siç e ka LVV. Në nëse mirë, po praktikisht këta janë të rekrutuar nga lista Guxo. Është e njëjta praktike e cila ka ndodhur me zgjedhjet e 9 shkurtit, ku emrat e ri janë futur nëpërmjet listës Guxo në kuadër të listës zgjedhore të lëvizjes vetëvendosje. Arsyet e vërteta prapë tham nuk mund t'i di, ose vetë këta persona nuk janë gatshëm të identifikohen plotësisht me lëvizjen vetëvendosje, kërkojnë një lloj mashtrimi optik kështu para opinionit, apo ka dhe arsye tjera që mund bëhen të ditura në ndërkohë për opinionin, por si fenomen më ka bërë përshtypje. Interesant është ka solli ta zëm njëra prej figurave nëpërmjet cilës vetëvendosja kishte nisur ta them gjithë petjen e madhe politike. Në veri është Lulzim Hetemi, është në numrin 83. Çka nuk kupton nëse ka qenë prioritet. Praktikisht figura kryesore, do thotë, me cilën është identifikuar edhe kauza kryesore e lëvizjes vetëvendosje për shtrirjet e sovranitetit, qëndrueshmëria e tij, mbyllje hermetike brenda komunës, sikur me një të kishte karakterin një murgu mesjetar, të cilët janë mbyllur brenda këshillave është një lloj zhvlerësimi, është një lloj mosmirënjohje politike, do thotë, përkundër investimit publik që ka bërë lëvizja vetëvendosje sa i përket Lulzim Hetemit, do thotë, dhe nuk e dia ken listë edhe ish kryetari i komunës Mitrovicës Severiut, do thotë, sepse edhe me këtë nuk pata mundësi ta nuk është. Por që logjikisht duke marrë parasysh investimin kryesor që e ka pas, investimin dhe krye narracionin me cilin lëvizja vetëvendosje ka operuar në opinionin publik për të përfituar mbështetje elektorale, ka qenë kauza e Veriut, gjë me cilën realisht unë prapë kam thënë edhe subjektet opozitare nuk kanë qenë plotësisht të gatshme të ofrojnë argumente dhe kritika kundërshtuese të duhura për ta cenuar këtë hegemoni narrative të lëvizjes vetëvendosje. Në anën tjetër, kjo është po spekuloj dhe po dyshoj, po spekuloj mund të nga një zonë elektorale, nga një zonë ku nuk ka shumë vota gjitha e pjesë. Mund të qenë kjo arsyeja. Ndëgjoj, mund të jetë kjo arsyeja, por mund të jetë edhe një arsye tjetër, sepse nëse të kujtohet edhe në zgjedhjet e 9 shkurtit, Shkarazin në një moment Glau Konjuca ka pas deklaruar që edhe këto që i ka bërë Gjelali, do thot në pjesën verore, nuk janë merit e tij, por janë gjitha instruksionet të Albinit. Kështu që në këtë drejtim kjo edhe mund të jetë pasojë e faktit se gjitha meritat ato që me cilët identifikohet lëvizja vetëvendosje i takojnë Albin Kurti dhe të tjerët janë veç ushtarë të parëndësishëm në këtë betejë të madhe politike. Pra edhe kjo fason kjo listë vetëvendosjes. Nuk ka ndonjë. Ja jep mesazhin që do të heqë dorë nga retorika me nuk jep mesazhin. Prapë them. Cilin mesazh po e çon me këtë? Nuk jep mesazhin edhe pse janë renditur në hierarkinë kryesore të lëvizjes vetëvendosje. Kjo nuk jep mesazhin. Kjo përkundrazi mund ta jep mesazhin që gjitha meritat për atë që konsiderohet si suksesi kryesor politik në veri i lëvizjes vetëvendosje dhe qeverisë së saj, po reduktohet vetëm në personalitetin e Albin Kurtit dhe të tjerët janë të parëndësishëm këtë drejtim, ata janë vetëm ushtar që e kanë kryer një detyrë që
regjizori kryesor ka qenë Albin Kurti. Kjo mund të jetë mesazhi që transmetohet me këtë renditje të emrave në listë. Shkojmë te PDK. Në 10 e parë janë Bedri Hamza, Uran Ismaili, Vlora Qitaku, Enver Hoxhaj, Arben Mustafa, Besa Kabashi Ramaj, Rahman Rama, Eman Rahmani, Sala Jashari, edhe Kujtim Gashi. Është befasuese. Për 10 e parë, po. Është befasuese, disa prej emrave janë tradicional, do thotë për Eman Rahmanin është befasuese pak në 10 e parë, por me siguri tilla kanë qenë kushtet paraprake të koalicionit parazgjedhor ndërmjet lëvizjes vetëvendosje dhe subjektit politik që e përfaqëson, po që e përfaqëson Eman Rahmani, në kuptimin tash unë e di, nëse hym në kuptimin parimor e ideologjik, tu ka kontradikta të mëdha ndërmjet Partisë Demokratike të Kosovës se si identifikohet si subjekt politik dhe asaj që e përfaqëson Eman Rahmani, mirë po duke që presioni për të grumbulluar sa më tepër vota në këtë situatë e ka diktuar edhe këtë lloj koalicioni dhe këtë renditje që për mua është befasuese. Tjetërisht Arben Mustafa, një figurë e cila në mos të madhe reprezentohet në opinionin publik e në media si njëri prej ekspertëve të kësaj partije politike sa i përket temave ekonomike, mirë po nëse shohim në kuptimin politik, në një renditje shumë më poshtë me ka një renditje shumë më tullt e ka Riad Rashitit, të cilët të dy vijnë nga rajoni i Gjilanit dhe në zgjedhjet e fundit lokale sipas opinioneve dhe thashethemeve që kanë qarkulluar, Arben Mustafa ka refuzuar ta marrë barrën e kandidimit për kryetar komune, ka refuzuar dhe tash është shpërblyer në një listë ai i cili është shpërblyer në krye të listës ai i cili ka refuzuar një betejë politike lokale, gjë të cilën pastaj përgjegjësinë për këtë betejë ka marrë Riad Rashiti. Në kuptimin politik të fjalës dhe elektoral, unë besoj që shumë më tepër merita do t'i takonin Riad Rashitit ishte në 10 e parë, sepse ka marrë një rrezik shumë të madh, ka qenë e ditur, Partia Demokratike e Kosovës më shumë se çdo kusht tjetër e din gjendjen çfarë ka në komunën e Gjilanit dhe duke i prini betejën në atë komunë ka qenë evidente që nuk është se do të ketë suksese të mëdha elektorale dhe është një risk dikush që merr. Kështu që Arben Mustafa ka refuzuar të identifikohet me humbjen e Gjilan dhe është shpërblyer. Besa Kabashi Ramaj është në 10 e parë. Nuk është është pastaj për Besa Kabashi nuk e njoh personalisht më shumë, e di që ka qenë edhe këshilltare. Është e di që ka qenë këshilltare e Isa Mustafës, ka qenë këshilltare e Isa Mustafës dhe personalisht në disa raste e kam denoncuar publikisht nga se që ka bërë shkrimet kohë pas kohëshme është vërtetuar që i bën me inteligjencë artificiale, do thotë kjo ka qenë evidente. Është Besim Hasani, një figurë që aderoi. Po, Besim Hasani e gjatë në jetën publike, profesionale, sportive i angazhuar. Ndërkohë ka cilësi, ka prurje lista e Partisë Demokratike. E shohim për shembull dhe në të tjera prurje siç e përmendë, është qendrim Kurioziut. Jo ta përmend, jo pse është CEO i jon, por është ne kemi mik qendrim Kurioziut. Kemi mik është i angazhuar. Unë do t'i uroja sukses qendrim. 103. Po, unë do t'i uroja sukses mikut tonë qendrim Kurioziut, do thotë është i njohur në botën e sipërmarrësisë dhe të biznesit. Po ta ketë fatin të bëhet deputet i Kuvendit të Kosovës, unë do doja që qëndrimi të mos ndryshonte asgjë nga ajo që e njohim ne, do thotë sepse i panështruar. Jo vetëm i panështruar, por duke u nisur edhe nga përvoja ime personale gjithmonë nuk është që po e them tash është li, sepse deri kam thënë me dhjetra me dhjetra unë e di që kur jeni në botën e biznesit ekzistojnë presione të mëdha, ekzistojnë kalkulime të mëdha, ekzistojnë do thotë përpjekje shumë titanike për me mirëmbajt botën e biznesit dhe ajo që mund ka bërë përshtypje që ta 2 viteve të bashkëpunimit me të, kur asnjëherë do thotë ky njeri nuk ka ardhur me kërku që më ndjek agjendat të caktuara politike ekonomike në medium, gjë që unë ajo që do doja për qendrimit nëse do ta ketë fatin të jetë deputet i Kuvendit të Kosovës, vetëm të mos e ndroj këtë cilësi. Ta përfaqësoj frymën liberale. Vetëm këtë, do thotë vetëm këtë cilësi të mos e ndroj, normal, ta angazhohet për çështje tjera politike dhe publike, por do t'i uroja që vetëm ta ruante këtë cilësi që kjo frymë liberale, do thotë liria e shprehjes që ka dominuar këtu, fakti që nuk ka ekzistuar asnjë lloj presioni, prapë po bën 2 vjet, unë nuk e di çka është presioni redaktorial për të ndjek agjendat të caktuara politike, atëherë vetëm ta ruan këtë sulmoja atë asnjëherë nuk ka kërku, domethënë unë jam i bindur, asnjëherë në jetën këtë përvojë asnjëherë nuk ka kërku prej meje, do thotë ky është një argument i madh për ta marrë
sa peshon në kuptimin demokratik, në kuptimin demokratik e liberal fjalës. Kështu që ajo nuk du diçka më tepër prej qëndrimit, nëse bëhet deputet vetëm ta ruar këtë trashëgimi. Është edhe Isak Neziri, një po është afarist tjetër, me qenë se përmendëm edhe qëndrimin që është afarist gjatë në ekonomi kosovare. Është edhe Isak Neziri, po ashtu që ka Drenica, po që operon gjatë në Gjermani, në München, edhe me kompanitë e këtu, por që ka vendosur ta shoh politikën si derë, si mundësi, si që ka thënë për ta ndryshu një midis të bërit biznes, një shpresë për gjithë ata që afarojnë në ekonomi. Tash në terma profesional ekonomik edhe nuk do të doja të hyj më tepër në këtë analizë, sepse është po ajo që ne po e ndjejmë, do thotë, edhe si qytetar zakonshëm, sepse nuk ka nevojë të jesh ekonomist, ndjen presionet e jetës ekonomike. Dhe fokusimi i Partisë Demokratike të Kosovës për ta mbajtur gjallë këtë temë të rëndësishme për opinionin publik është i qelluar dhe unë besoj që ky subjekt politik të artikulojë sa më tepër argumente në funksion të përmirësimit të jetës ekonomike, sepse duke filluar prej temës së rrymës e deri te inflacioni, rritja e çmimeve të jetës, se gjitha këto e kanë rëndu tej masë jetën e qytetarëve, kanë kriju një depresion kolektiv. Shihni profil po thomi garuzëve nga kjo perspektivë. Nga kjo perspektivë, domethënë edhe si qëndrimi Isak Neziri nuk e njoh personalisht, ajo çka kam dëgjuar për to, do të thotë një afarist i suksesshëm në botën perëndimore, do të ishte një kontribut i rëndësishëm, do të ishte një investim i rëndësishëm për jetën politike dhe publike në vend që të paktën ajo përvojë të bërit biznes në shtetet perëndimore, sepse në shtetet perëndimore ne dimë si zhvillohet entrepreneuria biznes, të sillej edhe të eksportojë edhe në Kosovë, sepse sot Kosova e ka jetike, do thotë, e ka të domosdoshme, do thotë, krijimin e një klime tjetër ekonomike nëse dëshirojmë ta shpëtojmë këtë vend, përndryshe vendi është duke shkuar drejt kolapsit. Cili mesazh që çon PDK me këtë po edhe me mbarsin e listës, ndërkohë edhe me mbarsin e listës, sepse kishte vërejtje edhe në zgjedhjet e nënshkurtit, se garust janë përqendruar në një zonë ta zë më shumë në Drenicë më shumë, jo në zona tjera, dhe kjo ishte kritika edhe në studio televizive që nuk e shpërndau PDK si duhet. Në mënyrë proporcionale, do thotë shihet që ka bërë përpjekje ta korrigjoj këtë temë dhe po ashtu duke fillu prej mbarsit të listës, kandidatit për kryeministër, kryetarit tashmë të Partisë Demokratike të Kosovës, që unë mendoja ka bë një hap cilësor në këtë drejtim PDK-ja duke kandidatin për kryeministër ta ketë edhe kryetar të partisë, sepse vetë kam pasur vërejtje ndaj këtij dualizmi, se nga se krijon një lloj percepcioni tek qytetarët e Kosovës, si është e mundur që t'ia ofroni dikujt kandidat për kryeministër që ta udhëheq shtetin, dikën të cilin vetë si subjekt politik nuk keni në gjendje ta pranoni si drejtues të juaj. Kështu që në këtë drejtim ky subjekt e ka tejkaluar këtë dualizëm të rëndësishëm dhe është i njohur Bedri Hamza do të për gjuhën e tij kryesisht në terma ekonomik. Mirë po tashmë këta kanë për të përballur kryesisht me një narracion tjetër politik në atë që e përmendëm që do të mundohet, jam i bindur, ta mbaj gjallë lëvizja vetëvendosje në fokus në thelb temën kryesore që ka të bëjë me veriun. Tenisma nuk u bën bashkë me gjithë gjithë lajmet e parreshtuna, reagimet nga më ndryshme që erdhen mbi pritin a do të bën bashkë apo jo, do të ngarojnë një listë, nuk ndodhi. Arsyet ndëgjore. Si e shihni këtë epilog? Ndëgjoj arsyet. Pse nuk u bën bashkë? Ndëgjoj arsyet e vërteta, mbase mund mos i di, sepse nuk kam informata dorës pare të asaj që ka qenë okulte sa i përket mënyrës se si janë zhvilluar negociatat, çka ka kërkuar një raport, çka ka kërkuar. Ajo do thotë unë po i referohuna vetëm lëvizjeve publike që kanë ndodhur, po është kjo njerë fillimisht me lidhjen demokratike të Kosovës dhe më pastaj me Partinë Demokratike të Kosovës. Është interesant, kanë qarkulluar disa teza, kanë qarkulluar disa opinione, disa supozime, do thotë, që e kanë pamundsuar këtë. Në njërin anë ne kemi parë vetë zotin Lima, kryetari i Nismës, që thonë që me LDK-n do t'i duhet më shumë kohë të bënte koalicion, ndërkohë me Partinë Demokratike të Kosovës, nëse ekziston vullneti, çështje e minutësh. Ndërkohë, kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, Bedri Hamza, kishte mbrojtur një opinion tjetër se një ribashkim i tillë tashmë don kohë që të ndodhë. Ishin këto kontradikta. Nuk ka deklarime publike.
Po konferencën e tim brëm, si e cilësoni? Dëgjoj, ishte një lloj përpjekje që për të kriju... Po me votua, mua votoni Partinë Demokratike të Kosovës. Jemi, megjithatë jemi një, do të thotë, kjo ishte... Krizë, e pranoj se ka krizë Pragun. Është evidente, do t'i uroja ta kalonte Pragun, sepse nuk kam asgjë personale kundër, mirë po marr parasysh që Pragu është shumë i madh, shihen vështirësitë në këtë drejtim. Arsye tash ka dy lloj spekullime që kanë rezultuar me mos këtë bashkim, e para që ekziston një frikë thuhet tek disa prej figurave të larta të Partisë Demokratike të Kosovës që zoti Limaj do të merrte më shumë vota se ata, duke marrë parasysh shtratin e natyrshëm elektoral që ekziston në Partinë Demokratike të Kosovës për zotin Limaj, sepse është njëri prej liderëve themeltar të këtij subjekti politik. Mund të jetë kjo. Dhe kam dëgjuar edhe lloj thashë themesh se ambasada amerikane ka qenë kundër dhe se PDK nuk ka mund ta tejkaloj këtë kundërshtim të fshehur të lloj justifikime të kjo e dyta unë besoj pak për shkak sepse unë gjykimin politik e bëj mbi tjera parametra, administratës aktuale amerikane absolutisht administrata aktuale e presidenti Trump, mas të madhe është indiferente rrit sa i përket dinamikave të brendshme të shteteve. Ajo ka marrëdhënie transaksionale dhe bilaterale me shtete. Dy janë premisat kryesore diplomatike të kësaj administrate. E para që sjelljet e atij shteti të jenë konform interesave ndërkombëtare të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe e dy që sjelljet e brendshme të atij shteti të mos i cenojnë parimet e stabilitetit rajonal. Dhe në këtë drejtim tash duhet ta them hapur, në këtë drejtim, nëse bashkimi i nismës me Partinë Demokratike të Kosovës do t'i kontribonte minimit elektoral të Albin Kurtit, do t'ishte konform interesave amerikane për shkak se kjo administratë, por ajo paraprake sjelljet e kryeministit në detyri kanë definuar si sjelljet që janë duke i cënuar parimet e stabilitetit, obstruksioniste dhe parimet e stabilitetit rajonal. Kështu që ka kontradikta logjike ndërmjet kësaj thashë themnoja që ka qarkulluar në për jetën urbane dhe këtij realiteti çfarë po e shohim. Jo, unë duhet të justifikime. Ti e din unë mirë u bëfshim po realisht. Unë tentoj që argumentet e mia politike ti sajoj në përputhje me logjikën time, mund të jem gabim. Tash to e vërteton praktika, mirë po referencë kam në fund pikërisht logjikën time politike. Të shkojmë te LDK-ja të vijojmë na tutje. I pari është Lumir Abdigjiku, që i prind listës, kandidat për kryeministër, Kujtim Shala, i dyti, Hikmete Bajrami, Doarsa Kica Xhelili, Lutfi Aziri, Abdullah Hoti, Anton Çuni, Jehona Lushaku Sadriu, Ferid Agani dhe Uk Rugova. Kjo është vjeçja e parë. Çka vren te kjo vjeçje? Po e para Ferit Agani, do thot, është zbatu me siguri edhe kushti i Partisë së Drejtësisë për koalicion parazgjedhor me Lidhjen Demokratike të Kosovës, me që është futur në vjeçën e parë. Rikthimi i Uk Rugovës, i cili përfaqëson trashëgimin biologjike të presidentit Rugova, ndonë se unë personalisht kam vërejtje kritike ndaj kësaj mënyre të menduar. Po është vendosur në vjeçë. Është vendosur në vjeçën e parë, ndërsa unë personalisht kam prapë tham vërejtje kritike, disa herë kam bërë qëndrimet e analizat e mia, qëndrimet e mia publike, pse kjo nuk është mënyrë e shëndetshme e politikë bërjes. Do të bilem në këtë drejtim nëse do duhet merrej si shembull në skena politike në mbar hapësirën shqiptare, ka vërejtje tjera larg asaj. Tash mos keq kuptoj, është vetëm Partia Socialiste e Shqipërisë, e cila nuk ka rënë prej kësaj logjike. Gjitha subjektet tjera politike në botën shqiptare kanë mbetur peng i trashëgimisë biologjike. Ne nuk e njohim cilët janë trashëgimtarët politik Fatos Nanos, biologjik Fatos Nanos që janë aktiv në jetën. Po ashtu edhe të Edi Ramës. Çka përfaqëson kjo listë vjeçja parë sipas? Është rujtur, do thotë është rujtur disa prej figurave tradicionale, riafrimi me Abdullah Hoti në një rëndë. Shembull Abdullah Hoti. Po që ka raportet këshia me Lëmirin, po trajtohet si krah i zotit Isa Mustafa, po përpjekje për t'i ofruar një vend. Hikmete Bajrami, po ashtu që është bashkëpunëtore e ngushtë e zotit Abdullah Hoti. Abdullah Hoti dhe 28 aktiv në jetën politike dhe publike me Abdullah Hotin lirisht mund të thënë të dy, me Abdullah Hotin kanë qenë dy prej zërave kryesor sa i përket betejave të deritanishme. Sepse nuk e di çka do të është edhe Lutfi Aziri këtu. Po Lutfi Aziri Doarsa Kica e përmendëm Lutfi Aziri është një figurë tradicionale e Lidhjes Demokratike të Kosovës. Mirë po sa i përket vetëm po kthehem tek edhe një herë tek Abdullah Hoti dhe te
Hikmete dy figura. Po, dy figura. Që, s'po them, kanë konflikt me kryetarin. Jo, mirë, po deri më tani... Nuk kanë raporte, siç mund të ketë Duar Sakica... Abdullah Hoti ka qenë këshilltari i Agim Veliut e tjera. Siç mund të ketë Duar Sakica Xhelilit, me... Vrehet, do thot, një lloj përpjekje për t'i reafru. Kompromis. Po fraksione nuk janë, sepse termi fraksion ka tjetër kuptim, politika i legalizohet në partisë, por metaforikisht po i quaj këtë fraksion politik për të reafru në 10-shën e parë, për t'ja ofru një vend më dilitoz në rënditjen e kandidatëve sa i përket të listës për deputet, dhe nuk mund të mohohet fakti që në terma ekonomik, në mandatin e kaluar, nuk e di tash ka do të ndodhë, por në mandatin e kaluar, në terma ekonomik, Hikmete Bajrami dhe Abdullah Hoti kanë qenë dy prej personave kryesor që janë ballafaquar me Kuran Muratin dhe me lëvizjen vetvendosi sa i përket dinamikave ekonomike në vend dhe kanë tentuar për aq sa kanë mundur në mas të madhe që ta demantojnë, të çmontojnë propagandën e lëvizjes vetvendosje sa i përket mrekullisë ekonomike që po ndodh. Po ashtu Abdullah Hoti është një personalitet tjetër i rëndësishëm, është figura ka bërë kompromis Abdigjivi me këtë. Po, në këtë drejtim, po mbi këtë aspekt dhe e meriton sepse edhe Abdullah Hoti është figura kryesore e marrëveshjes së Washingtonit dhe tashmë jemi me administratën Trump përsëri, kështu që janë këto faktorë që kanë quajtur. Është 20-ja dytë, prurjet e reja ta zëmë, është nëse mund ta them, është Adelina Thaçi Meta, këngëtarja e njohur. Është Janina Ymeri në 20-shën e parë dhe Ermal Sadiku, edhe Fadil Hadërgjona që ishte edhe në 2-3 prurjet e reja janë, do thot Adelina. Ka dhe të tjera. Po, ka dhe të tjera. Do donte kohë t'ja analizojnë. Po kjo është 20-qa e parë, nëse mund ta them që i ka rendit si prurjet e reja 20-qën e parë. Në fakt, tash 20-qën e parë. Nuk është Agim Veliu, u bëhet qarta, ja, do thot. Sa i përket tash për Adelina Thaçin, ka pak informata sa i përket. Është edhe Festim Kabashi, kolegu jon. Po. Ajo që mua më intereson është në numër Festim Kabashi në numër 41. 41, po. Jo, ajo që mua më intereson, do thot si qytetari i Kosovës, kryesisht jam i fokusuar në betejat publike që i zhvillojnë persona të tillë. Dhe tash për Adelina Thaçin ma mund tjetë një këngëtare, artiste e mirë, një personalitet i formuar mirë, por nuk kemi pa shumë që ka qenë duke ju pri betejave për atë betejave politike dhe publike, ekonomike që ndodhen në vend. Ndërkohë, kohën e fundit shumë e zëshme ka qenë Janina Ymeri sa i përket denoncimit të aferave energjetike dhe që dëshmon që Lidhja Demokratike e Kosovës me këtë rekrutim dhe me këtë renditje është e interesuar ta mbajë gjallë njërin prej temave kryesore e cila po shihet që ka pasoja të rënda për jetën ekonomike në vend. Ndërkohë Ermal Sadiku është i njohur i cili vjen nga bota e sferës së teknologjisë, që i takon tarmës dhe Kosova e ka jetike të mendojnë këtë sa i përket në këtë drejtim dhe të investimeve në sferën e teknologjisë, sepse është vetmja mundësi e cila mund të arresë kolektivisht do thot mirëqenien e përgjithshme të vendit dhe ta ndalë do thot këtë hemorragji kombëtare e cila na ka pushtuar. Është Fadil Geci nga familja Geci e Llaushës në numër 33, Fadil Geci. Çfarë për ty kjo? Po përfshirja aktive, po them sa i ka qenë në LDK, por përfshirja aktive në këtë. Tash nuk e di a është se nuk po ta mundësi me pa, a është General Hazrolli. Po ato po nuk e di a është së bashku me Marigonën? Jo. Pas kanë kompromis familjar atë. Kompromis familjar. Po kjo është kompromis familjar që megjithatë Lidhja Demokratike e Kosovës në rajonin e Drenicës vetëm në adresë që e ka pasur mas të madhe, ka qenë familja Geci dhe kjo është... Isha masa Dugzim Kasapolli, pastaj është Shqipe Pantina, ishte më herët në LDK, dhe ka dhe figura tjera mjeke kështu me radhë, por do t'ja analizojmë në detaje. Mesazhi i LDK-s është vendi ka nevojë, ka i ka problemet, i ka rendit dhe figurat. Po. Dhe përpjekje do thot për ta ruajtur një lloj unitetit brendshëm për t'i tejkaluar ato fërkime që kanë ekzistuar në zgjedhjet e nënshkursit, sepse ne kemi parë mosmarrëveshje të mëdha në zgjedhjet e fundit, denoncime publike për abuzim të votave të diasporës, vetë Abdullah Hoti kishte bërë një gjë të tillë, madje shumë ka pasur atakime dhe denoncime për abuzime të brendshme se sa ndaj partisë në pushtet. Kështu që shihet qartë një lloj tendence që të
relaksohen e të tekalohen këto mosmarrëveshje që truhet fryma e unitetit, para sa është e mundur truhet për të përballuar me lëvizjen vetëvendosje. Kalojmë te AK. Po. I prin listës kandidati për kryeminist Ramush Haradinaj, Besnik Tahiri, Time Kadriaj, Bek Berisha, Arber Tolaj, një mjek i njohur, Albana Bytyçi, Pal Lekaj, Gane Dreshaj, Djelza Kukaj, Agim Qeku. Kjo është vjeqa e parë E dominuar mos madhe prej figurave që kanë dalë nga lufta e ushtrisë shërimtare. Dhe Kosovës Haradinaj teme ka sigurin. Dhe teme ka sigurin dhe pa do thot kontributi i tij ka qenë në drejtim të krijimit të ushtrisë, e pranoi edhe vetë Isa Mustafa tha as mund Kosova tha duhet ja di për po as unë tha dhe as ish presidenti, ish kryeministri tha që nuk kemi arritur t'i bindim amerikanët këtë merit sa ja kanë njohur vetëm Ramush Haradinajt. Sa i përket dheqës parë shihet që do të ka tentuar të ruaj frymën politike të përfaqësimit të UÇK-s, duke e përmbyllur me numrin 10 me Agim Qeku, një figurë e rëndësishme e ushtrisë çlirimtare të Kosovës, drejtuesi i saj kryesor në momentet vendimtare kur ka ekzistuar, do thotë, koordinimi ndërmjet UÇK-s dhe Aleancës Veriatlantike që ka qenë vendimtar në çlirimin e Kosovës. Ndërkohë Besnik Tahiri, do thotë, me gabimet që kanë ndodhur siç duket në zgjedhjet e nënshkurtit, atëherë është përkujdesur Aleanca që ta korrigjoj këtë gabim, që t'jap një vend tjetër, për shkak se ka qenë njëra prej figurave kryesore reprezentative gjatë mandatit 4 vjeçar të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës në Kuvendin e Kosovës. Do thotë, gjitha iniciativat politike është normale, ka qenë shefi i grupit parlamentar, mirë po gjitha iniciativat politike janë artikuluar në mënyrë precize, serioze dhe profesionale nga Besnik Tahiri dhe tashmë shihet qartë që lideri i Aleancës ka tentuar ta korrigjoj gabimin e zgjedhjeve të nënshkurtit në këtë drejtim. Pra ta ruaj një lloj kombinimi të përfaqësimit të kësaj ane që e përfaqëson Besnik Tahiri dhe figurave tradicionale, do thotë sikur janë Time Kadriaj, Agim Qeku që sapo ka aderuar në Aleancën për Ardhmërinë e Kosovës, nëse kishte qenë një kohë kryeministër i Kosovës me bekimin e Aleancës, më pastaj kishin ndodhur fërkimet, mirë po duke që i kanë tejkaluar këtu. Është interesante të shohim edhe kandidaturën e Kunatit të Albulena Haxhit. I them Kunat sepse Dardan Krasniqi është figurë ka trashëgiminë e tij të pjesëmarrjes në 3 luftra, një figurë nga Malisheva, por që ka vendosur me AAK-n e Ramush Haradinaj të garoj në këto cilë mesazhi. Për sa kohë që vetëvendosja ka shpërtësuar retorikën, po them. Ndërkohë vllai i tij është figura kryesore përfaqësuese e lëvizjes vetëvendosje në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, ato që po ndodh, tash ajo temë tjetër nuk kemi ku. Ndërkohë është shkurja Dardan Krasniqit. Është një lloj befasie, është një lloj befasie, mirë po, ndërkohë është një lloj befasie, mirë po jo edhe në mos të madhe sepse para sa kam pas mundësi ta analizoj dhe ta lexoj kohë pas kohe reagimet publike të Dardan Krasniqit, ai ka kohë gjatë që ka mos pajtime me lëvizjen vetëvendosje, e konsideron si një subjekt i cili ka tradhtuar idealet e saj, do thotë i ka braktisur parimet e dikurshme të aktivizmit politik dhe ky subjekt politik është shndruar në një lloj pengese dhe në dëm për të ardhmen e Kosovës. Kështu parafërsisht ka pas edhe kësi lloj deklarata. Shkurja Dardanit te Ramush Haradinaj. Politikisht, cili është mesazhi që po e çoi edhe Ramushi Haradinaj kundrejt retorikës dhe akuzave që i vijnë nga lëvizja vetëvendosje si parti që koordinohet me mesazhi është i qartë në këtë drejtim që anëtarët familjeve të juaja nuk pajtohen me këtë betejë false politike që jeni duke e zhvilluar ju. Dhe nuk është rastësishme ky riaderim i Dardan Krasniqit. Në gjë që e ka bërë në mënyrë të vazhdueshme, Dardan Krasniqi ka qenë kritik ndaj kësaj gjuhe politike, i cili para sa kam pasur mundësi ta ndëgjoj, ka thënë që mund të kritikohen për shumë shka, do thotë ish udhëheqësit politik të vendit, për mënyrën se si kanë qeverisur Kosovën, për gabimet që kanë bërë, por jo deri të shkohet në atë shkallë sa të etiketohen dhe të zhvlerësohet angazhimi dhe karakteri i kauzës së tyre kombëtare, sepse kjo është e papranueshme edhe në aspektin historik edhe në aspektin politik e tjera. Partitë kryesore politike, thuaj se kanë ndërtuar retorikën e tyre, s'po them frymën që kanë kriju frymë, kanë ndërtu momentum, asë një rast tjetër është çështje e tyre, por duke që po e çojnë një mesazh për çka ka nevojë Kosova e nesër me politike.
si LVV, si PDK, si LDK, si AK. A do të mund të konsolidohet gjithë kjo platformë edhe me formimin të institucioneve? Mbetet shihet. Unë për vetë jam skeptik sepse nuk e di, nuk e di si do të përfundoj rezultati zgjedhor. Ai do të jetë përcaktues dhe determinues në mas të madhe se a do të kemi riciklim të krizës, a do të kemi vazhdim permanent të këtyre krizave, rrshitjen e modelit bullgar ku mbashin zgjedhje të vazhdueshme parlamentare deri në krijim të institucioneve, apo me të vërtetë subjektet politike do ta gjejnë gjuhën e tyre dhe do t'i tejkalojnë mosmarrveshjet që i kanë t'i japin vendit institucionet, sepse presionet janë shumë të mëdha. Kemi diskutuar tash, mos hyjmë edhe një herë të përmendim të njëjta tema, çështja e buxhetit e tjera, humbjet e brendshme të ndërkombëtare të Kosovës, janë të jashtëzakonshme. Kosova është pa institucione legjitime në këtë fazë më delikate kur po ndodhin ndryshime tektonike globale. S'ka kusht plot në emër të Kosovës në botë. Kosova është e papërfaqësuar, Kosova është pa zë në këtë drejtim. Dhe ne tash po i rihapim tepër, ne prononcimet apo themi kështu analizat e disa prej ekspertëve kryesor të ftuar në Senatin Amerikan dhe dhomën përfaqësuese, dhe të gjitha ata në një farë mënyrë u shprehen me një lloj, vazhdojnë ta ruajnë admirimin, vazhdojnë ta ruajnë interesimin për Kosovën dhe e konsiderojnë të domosdoshme mbështetjen amerikane edhe për këtë administratë për Kosovën. Njëri prej tyre tha është do thotë tehet i shqetësuar për ikjen me të madhe të rinisë kosovare, shkretimin e këtij vendi, tha është humbje, mos harro. Komisioni për punë të jashtme i Senatit Amerikan. Dhe a diçka tha, është humbje, tha, do thotë, edhe për Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Mos harrojmë ta Kosova tha është 100% kundër Kinës komuniste. Nuk ka investime kineze. Nëse të kujtohet rredon, disa herë kam thënë këtu në këtë studio televizive që kauza nuk është e humbur. Ta përdorin këtë, do thotë, sepse Serbi u përmend fakti që në Serbi janë miliarda investime kineze dhe kjo administratë prej fillimit, kushdo që ka pasur shansën mundësinë, kushdo që ka dashur ta lexoj, jo mundësi, por kushdo që ka dashur ta lexoj, e ka bërë qartë që rival kryesor gjeostrategjik e konsideron Kinën për të ardhmen e interesave hegemonike të. Dhe ajo u potencu, pikërisht në atë seancë dëgjimore. U përmend cilësia pozitive e Kosovës, pse nuk ka asnjë lloj marrëdhënie me Kinën dhe është një vend kundër Kinës. Kam thënë që Kosova duhet ta përdoret këtë. Theksi ishte ky. Vendet të cilat janë kundërshtarë të Kinës. Senati Amerikan u tha, na brengos ikja atrive. Duhet ta mbështesim Kosovën që është kundër Kinës, siç jemi edhe ne. Dhe çka kam thonë, është jetike për politikën në Kosovë, për institucionet shtetërore që ta gjejnë në mënyrë të domosdoshme rrugën, të intensifikojnë kanalet politike dhe diplomatike me shtëpinë e bardhë, pikërisht mbi këtë pretendim. Sepse Serbisë do t'i duhet bëj kompromise shumë të. Nuk është më Rusia në pyetje, siç thuhet, është gabim, është rreziku që pozon Kina për rendin ndërkombëtar për shkak të potencës saj të madhe ekonomike. Dhe kam thënë që duhet t'i gjejnë metoda, mënyrë në këtë emision disa kohë. Dhe çka ndodh? Ne në një kohë si qeveria do të mund ta përdorte. Ta përdorte këtë mungesën e investimeve kineze në Kosovë, mungesën e marrëdhënieve më shpejt në administratë, sepse jemi në njëjtën linjë për të kufizuar potencialin destruktiv revizionist të këtij shteti të largët aziatik. Dhe tash kam thënë pikërisht në këtë kohë kur është domosdoshme që ne kemi kontakte. Por çka thanë edhe ata të tjerë? Që a shohin Kurtin si obstruksionist qartë. Ky është bllokues. Po edhe tash. Ishin qartë. Qartë ishin, po. Dhe tash në këtë kohë kur është domosdoshme që të ekzistojë dhe të intensifikoj, ne s'kemi qasje në shtëpinë e bardhë. A jemi në njëjtën agjencë? Rrit fare paradoksin do. Jemi në njëjtën agjencë gjeopolitike e globale, mirë po nuk po arrijmë ta gjejmë mënyrën e komunikimit, nuk kemi komunikim dhe qasje për ta intensifikuar dhe për të përfituar në masë shumë të madhe. Përfitimi më i madh i Kosovës në këtë drejtim është që është e rreshtuar formalisht, por që edhe të vendos kanale të duhura politike, diplomatike në këtë drejtim që t'i bëhet të qartë që jemi në njëjtën agjendë. Por çka flet për ju edhe politikisht, duket që zotit Kurti nuk i bën përshtypje kritika që vjen nga Washingtoni. Nuk po them elektoratin ti, si nuk duhet të paragjykoj. Edhe pse nga rrjetet sociale shohim që disponimi i zotit Kurti dhe i politikanëve të tjerë në partinë e tij ka, siç thuti, ka introjektu, ka implantu një lloj disponimi edhe anti-amerikan që t'jemi të qartë. Shohim nga rrjetet sociale kush është Amerika, le të shikoj Amerika punët e saj, etj. Mirë, le të vazhdojmë kështu. Tash edhe në disa herë kam
E kam thënë, unë jam i shqetësuar edhe do thotë pse nuk po arrim t'i korrim këto suksese kur ekzistojnë mundësitë shumë të mëdha në këtë drejtim. Është përgjegjësia e tij politike. Le të vendosë elektorati, le të vendosin qytetarët e Kosovës nëse mendojnë që kjo është rruga e duhur. Unë para sa mundem dhe para sa di, do thotë kam për obligim ta them para opinionit publik, ta bëj ditur sepse nuk po du t'ja veti cilësi profetike, por si që pas në dhomën e Senatit të konfirmu ajo që është thënë në këtë studio të Varbris, që edhe ato nuk e kam thënë në mënyrë autentike, originale, po duke u bazu në shqetësimet e ish diplomatëve të cilët tashmë janë të pensionuar, se si e kanë këshilluar Kosovën se nga duhet të orientohet dhe ta përfitoj hapin në raport me Serbinë pikërisht në këtë kauzë ndërkombëtare. Kasovi, zgjedhjet bëhet me 28 dhjetor, edhe pak ditë fillon sa fushata, sot do data i 8, edhe 4 ditë do të fillon fushata. Thuaj se gjithkohën, gjithë vitin jemi në fushat. Po paraqet lajm as që fillon fushata, thuaj se vani ndodhen në fushat, se është transformuar edhe mënyra e fushatës. Rrjetet sociale këtu është transformuar çdo gjë sa i përket fushatës, avokimit, komunikimit publik, ligjet kanë mbetur mbrapa, mbase duhet a mendamentohen edhe ligjet, sepse ka ecë teknologjia shumë, mënyra e komunikimit ka ecë shumë, kështu që po them bëjmë fushat në Facebook, i shmangën shkeljeve që të mos bëjmë fushat transmetimi në telemedia, kështu me radhë, por gjërat kanë ecur, kanë lëvizur. Uroj që sa më shpejt prapë këtë të tejkalohen këto ngërçe, vijë deri te krijimi i institucioneve, sepse kemi disa marrëveshje të cilat kanë mbetur peng i kësaj bllokade politike që janë të rëndësishme. Je skeptik se mund të. Unë jam skeptik, por unë dëshiroj të mos dal parashikimi im. Kjo është. Falenderoj Kasolli për kohën. Ishte kënaqësi. Lutem. Ky emision mundësohet nga ISP Broadcast.